nuk është e mirë për shkak që edhe festat I kemi kthy në revolt. Jo për shkak të qenjes tonë ose për shkak të veprimeve tona. Ajo çka njihet kështu edhe shkencëtarisht është se instinkti I vetëmbrojtjes është unik për të gjithë. Domethënë, nëse diçka kanë të përbashkët shtazët dhe njeriu është instinkti I vetëmbrojtjes, është reagim normal. Mendoj jena në këtë citat ku fjala e prokurorit të ndërtuar me trillime, me shpifje, me lëndime, me një proces të kontaminuar, disi krijoi dy pole. Një, të asaj se është shpërfaqë edhe njëherë se kush është Serbia, fakt, edhe anën tjetër se populli e pa se I tingëlloi niza I atyre prokurorëve dhe atyre zërave të ish sistemeve që prind e ton I kanë përjetu me dekada, me shekuj në raport me luftën për drejtësi, luftën për çlirim, se asgjë më shumë shqiptarët edhe brezi jo nuk ka bërë se sa luftoj për liri dhe për drejtësi. Edhe kur populli jonë e ka këtë sakrificë përpara, normalisht se nuk ndihet mirë edhe është një farë kështu shpërthimi në ndjenjet dhe në shpirtin e një populli që ka sakrifikuar shumë për lirinë dhe për çlimin e këtij vendi. Krijimi I gjykatës speciale jo vetëm si pjesë e luftës e kemi qenë. Normalisht unë në atë kohë kam kundërshtuar edhe besoj fuqishëm se është dashur me kundërshtu me lloj mjetin. Në fakt në këtë kundërshtimin ton si pjesë edhe mirë që këtu po e tham lëvizja vetëvendosje tash ju kthy në farë mënyrë gjysmake po ju kthy kundërshtimit se ka qenë kauze e fakt e lëvizjes vetëvendosje me kundërshtu zëshëm gjykatën speciale. Unë atëherë kam thënë edhe sot mendoj që po më është dashur me kollë institucionet se ka qenë një padrejtësi e madhe për shkak që kemi qenë protagonistë të ngjarjeve. Jo këtu sot për të ndërtuar narrativën edhe për të lavdise e kam thënë edhe është e vërtetë se edhe populli jonë edhe ne që kemi qenë pjesë e luftës së bashku nuk kemi bë asgjë më shumë se sa ka qenë detyrim. Punën më të madhe kanë bërë dëshmorët e kombit. Edhe kur ne kemi mbi 20.000 gra e nëna e motra tona të përdhunuara, e kur ne kemi mbi 1.400 fëmijë janë të vrarë të zhdukur, kur ne kemi dhënë sakrificë të madhe për liri dhe çlimin e Kosovës, ku për këtë liri jo për të sulmu ose për të ataku komunitete të tjera, po për këtë liri dhe për këtë çlirim janë vrarë, janë dhunu, janë përdhunu, janë djegë, janë shkatruar vetë shqiptarët. Edhe duke pa që gjithë këtë sakrificë kemi bë. Në fund kemi bë, po e tham kompromise, po s'po tham hiç kompromise, po e tham që kemi bë në diçka që nuk ka mujt ose sot nuk mujnë me bë shumë vende në Evropë e gjithandej botës, ne kemi ndërtuar një shtet, kemi bë kompromise në simbole, kemi bë lëshime në aktin më të lartë juridik kushtetutën për dëshmuar se shqiptarët janë liri dashës, dhënë drejtësi të tjerat po. Absolutisht në këtë historinë tonë shqiptarët nuk edhe kjo është pjesa më krenare e popullit tonë.